Është lidhur me paralajmërimet e juaja për bisedimet e fshehta teknike dhe paralajmërimet se do të cillni fakte. Unë thash që ka pas shumë kritika në adresë të AK-s, kritika negative. Të gjitha gazetat i kanë pas titujt kryesor se AK-ja dështoi të sjellë fakte, ndërkohë që edhe qytetarët kanë pritur më shumë fakte, zotri Shala. Shikoni, ne jemi në këtë shoqërinë kosovare të përballur me një efekt mediatik cilin është i pashmangshëm, nuk mund ta heqim qafe, është efekti i Nazim Bllakës. Pra, pas asaj dëshmitës së njohur të fundit të nëntorit të vitit të kaluar, kur një zotëri dori tha, unë kam qenë pjesëtar i shërbimit inteligjent të Kosovës, kam bërë këtë, me mu kanë qenë ky dhe ky, tash, po më duket opinioni i Kosovës pret që në çdo problem të madh dikush të ofrojë argumente të tilla. Përndryshe mund t'ju them hapur, e dini fare mirë sepse ju punoni në media, Abdelitin e Vllasës kanë pas shumë pak media kanë pas guximin ta transmetojnë fillim. Tek më vonë është bërë temë veçantë. Pra, në rastin tonë, nëse lidhe me këtë efektin Vllasa, si po duket, ndoshta edhe për shkak të mënyrës se si e kemi menaxhuar këtë proces, ne jemi parti politike, jemi parti demokratike, duhet të thënë krejtësisht hapur, mund të ndodhë që edhe të mos e menaxhojmë si duhet një fenomen apo një problem. Si po duhet kam prit që ne përmes liqizimeve, fotografive, stenogramave të dëshmojnë që takime të tilla ka pas, edhe pastaj do të shihet se çfarë kanë bërë autoritetet e Kosovës. Kjo është e pamundur për një parti politike. Ne jemi parti politike, jona, e thashë më, detyra jon, obligimi